Këto serat I kemi subvencion nga komuna. Kryesisht e bujmë veç me spec, ajvarin, normal, djegës edhe pa djegës, pak për shefit unë edhe pak ju përshtatëm konsumatorëve. Ne kemi fillu pak ma shumë mu marrë me këtë lami prej kohës së pandemisë. Ajo na ka jap edhe një shtytje pak më të madhe si gjithë tjerëve. Këto serat I kemi subvencion nga komuna. Do më thonë me përkrajën e komunës, ne kemi arrit të realizojmë pak a shumë edhe qëllimet tona edhe dëshirat tona për bujqësinë. Mirë po, me që kërkesat e klientëve ishin edhe më të mëdha, ne këtë vit, sepse është hera e parë që këtë pjesën dikun ndoshta 17 janë të mbjella jashtë, është kryesisht somborg, e kuqe dhe e bardhë, edhe kryesisht është djegës, sepse kërkesat e klientëve kanë qenë asim. E mandej janë kohën për 10 vjet luktet. Sakt. Mirë po, tu e pa që kemi kulturë mjaft, mund dalim edhe me produkte të tjera. Kemi fillu edhe me përpunimin pak ma të madh të ajvarit shtëpiak edhe të turshive të ndryshme. Realisht unë zgjohem shumë herët. Një pjesë të punës e kryejnë mëngjes shumë herët, pastaj normalisht përgatitem, I shpërndaj fëmijën për shkollë, edhe shkojnë punë në administratën e kompanisë Bamex Mitrovic, punoj tash e gati 20 vite. Deri ora 4 jam aty, mandej shpejt, si të gjithë kthehem në shtëpi, edhe prap vazhdoj këtu ku kam mbetë. Fillimisht kisha mujt me thonë që është profitabile për shëndetin e para, mandej janë edhe përfitimet e tjera, pavarësisht se me çfarë kulture fillon Mitrovic dhe rrethin gjithkohëse në Kosovë, tokat janë të punueshme, mirë po duhet vetëm për të pas vullnet edhe me vazhdu.